në mbledhjen e radhës të Këshillit Ministrave, kemi propozuar një rritje të re pagash sa i përket punonjësve apo efektivëve të policisë së shtetit. Janë rreth 720 punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të përfitojnë një rritje të mëtejshme page dhe është një rritje e cila në fakt shpërblen direkt të gjithë ata efektiv punonjës të policisë së shtetit që përballen dhe që janë në vijën e parë të rrezikshmërisë me të gjithë ata që kryejnë vepra të rrezikshmërisë së lartë shoqërore. Bëhet fjalë pikërisht për 3 struktura të rëndësishme, siç janë forcat RENEA, siç janë forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale. Është një fond pagash i cili në fakt është parashikuar në buxhetin e vitit 2026, shkon në linjë dhe me rritjen e pagave që efektivët e policisë shtetit, të Gardës së Republikës, por dhe të gjithë Ministrisë së Punëve të Brendshme morën në fillim të vitit, ndërkohë që me rritjen që këto kategori marrin tani, mjafton të them që një inspektor i thjesht në RENEA kalon në pothuajse në një pagë 1.600 euro, ndërsa për një drejtues në RENEA në një vlerë 2.300 euro. Gjithashtu dhe për forcat operacionale, grada inspektor paguhet rreth 1.200 euro, ndërsa grada krye komisar midis 1.600 dhe 1.700 euro.